Gjesti përlotet për humbjen e të vëllait, ai është kudo me mua. Në daljen e parë të tij televizive pas vdekjes tragjike të vëllait, Gjesti nuk i ka kursyer lotët në goca dhe gra. Në një intervistë me Orin e Bjajn, fituesi i Big Brother VIP4 tregoi momentin e vështirë që po kalon. Ai shprehet se ndodhet në një gjendje ankthi, pavarësisht se përpara publikut del i qeshur. Gjesti gjithashtu shtoi se vëllai i tij tashmë është kudo me të dhe e tregon këtë gjë me anë të gjesteve dhe mënyrës se si ai flet e qëndron. Nuk jam i thyer në 2-3 copa. Jam i thyer në 2000 copa. Edhe pse unë nëpër kamera, videoklipe, Instagram, TikTok dal i buzëqeshur, sepse s'dua t'i jap askujt negativitet. Por jam shumë i thyer. Po mundohem të dal prej saj. Me ndihmën e Zotit do të dal shumë shpejt. Në këto situata vetëm Zoti mund të të mbështesë dhe i kalon. Nuk e di si ndodhi. Isha duke u kënaqur dhe direkt ndodhi kjo. Pas atij rasti, unë kam ndryshuar komplet. Kam ndryshuar në sjelljet e mia.